Ktu janë bashkuar në fillesën e saj ishte për Zvërnecin, pastaj që një lëvizje studentësh dhe rinis, ku konsideroj një protest me qytetar të bukur, vajza të bukura, djemë simpatik, student, njerëz të veshur bukur, me rroba, me çanta, etj. Pra ndryshe nga formati, ndërkohë, po ndryshon dhe përbërja, po ndryshon dhe përfaqësimi. Ka një kontrast shumë të madh. Dhe në protesta ndryshe nisi dhe ndryshe bitisi. Po pra, e them këtë sepse janë përfshirë shumë rryma. Unë dajt njëjtin mendim me ata të cilët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Për shkak papunësisë, shpopullimit, emigracionit, bashkohen me diasporën kërkesat e veta. Po unë nuk mund të bashkohem me ata që dalin aty për të protestuar dhe vinë nga Kosova të organizuar vetëm pse kryeministri i Shqipërisë është takuar me kryeministrin e Izraelit. Dhe po ju them e bindje që e bëjnë për këtë punë. Dhe po ju them e bindje që janë me dhjetra qindra, madje dhe me mira në ditën në cilën u mbush bulevardi. Dhe ne duhet jemi shumë korrekt në këtë histori. Se duhet jemi shumë korrekt. Sepse ne nuk mund të lejojmë që të vendoset plaka e tolerancës fetare dhe fusim nxitje për konflikte fetare. Është e pa imagjinueshme nëse në Shqipëri do nxitet urrëtia e besimit fetar. Sepse do shpërthej deri më sot dhe ne kemi një problem tjetër. Cila do të jenë pasojat e kësaj non grata? Mund të jetë shkëmbim për këtë përplasje fetare? Po kjo mund të jetë sa mund të jetë pozitive dhe mund të jetë dhe negative. Prandaj unë thash e shoshun dhe distancohem nga të dy palët. Unë distancohem dhe nga ata që marrin për një herë vendimin pa u menduar mirë, matem dhe nga ata të cilët e marrin me shumë shaka këtë historinë e Iqbalit. Se kjo Iqbalja se shkon vlorë te aeroporti i dy shqiptarëve nga Kosova, Bexhetit dhe Ademit, që kanë marrë peng për turpin e tyre dhe për turpin e gjithë bizneseve kosovare, aeroportin e Kosovë, aeroportin e Vlorës. Se nuk shkon Iqbalja aty dhe vika në Tiranë Iqbalja e para. Dhe e dyta, nëse ne do hapim historinë që të vinë me makina e me kamiona protestuesit e një partie për të rrëzuar kryeministër, ne krijojmë një precedent destabiliteti të marrëdhënieve të çështjes kombëtare. Çfarë do ndodh nëse nesër Partia Socialiste apo Demokratike mbush kamionet dhe shkon të rrëzojë Albin Kurti? Është normale kjo? Jo. Sa do ta urresh Albin Kurtin, është çështje e brendshme e shqiptarëve të Kosovës që kanë votuar. Albini është me mandat. Nuk mund të shkojnë as socialistë as demokratë të rrëzojnë Albin Kurtin. Kreshnik, vetëm një pyetje nga ana juridike kisha. Shkojnë në Shqipëri. Përpara këtij akti prit një sekond. Okej, ndjes. Po kush është pyetja, Marcela? Përpara aktit të ndërmarrjes së shpalljes non grata të zonjës Iqbale Huduti, a duhet të kishte bërë një hetim, le të themi, institucionet ligjzbatuese në Shqipëri? A kemi në një hetim, si është procedura që të shkohet përpara? Pra do të merret ndonjë masë hetimi ndaj saj? Shefja e shërbimit informativ të Shqipërisë ka qenë shefe e shërbimit informativ të Kosovës dhe e njeh më mirë se të gjithë ne Iqbalen. Pra, Iqbalen nuk pa akuzon as shërbimi i Kosovës, as shërbimi i Shqipërisë që është në mbështetje të Ayatullah. Iqbalja është e deklaruar pro Iranit. Lexoj Iqbalen në Facebook, Iqbalja është e deklaruar pro regjimit iranian. Pra asnjëri nuk po i vendosin gjë që nuk e ka Iqbalja. Tani, a ka Iqbalja rol organizator në Shqipëri apo jo? Unë këtë nuk e di. Pra, unë di çfarë shoh, çfarë lexoj, çfarë është fakt. Të tjerat nuk mund të them dot jo, se mund ndoshta shërbimi informativ i Shqipërisë dhe policia mund të kenë informacion më shumë se unë. Dhe këtë nuk e di. A ka persona të tjerë përfshirë, duhet parë. Problemi është i precedentit dhe njëherë. Ne nuk mund të lejojmë që organizime dhe grupime për shkak bindjeve fetare të vinë ta përdorin politikisht mes Tiranës nga jashtë Shqipërisë. Qofshin dhe Iqbalja nuk ka pasaportë, nuk është shtetase shqiptare. Është shqiptare me komsi. Mari me emrin, a është vetëm?
është vetëm në gjithë të iniciativë që